Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, salamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në dersin e kaluam kemi folur për çlimin e Mekës, edhe kemi përmend që pejgamberi alayhi salatu wassalam mas çlirimit të Mekës i zhvillon disa ngjarje të rëndësishme shumë për Mekën edhe rreth Mekës dhe pastaj niset për Medinë. Po fillimisht, para se me hitë këtu ngjarje, i dërgoi Allahut situatën në Medinë edhe fisët që ishin rreth Medinës i stabilizoi, me disa boni marrëveshje, me disa ja u tregoi forcën, me disa edhe luftoi për me i tregu që në Medinë edhe rreth Medinës Muhamedi alayhi salatu wassalam edhe muslimanët janë ata që i vendosin rregullat e lojës, me thonë kështu kushtimisht. Edhe rregulloi e stabilizoi Medinën, çka kishte për rreth me fise. Tash i ka mbet Meka. Mirë po Meka i ka për rreth saj gjithashtu do qytete të vogla edhe do vendbanime edhe do fise, të cilat nuk janë të lehta, madje janë të mëdha, edhe janë të organizuar, edhe janë fise që kanë shpirt luftarak. E pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe pse ja kishim sy Mekës, ai e dinte që rreth Mekës ka rreziqe alo. Edhe gjithat të ders që kemi marrë dersin e kaluam, kemi përmend që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka insistuar në maksimum që mos mu der gjaks çlirimin e Mekës. Edhe kemi pasë çysh ka vepru gjatë çlirimit të Mekës. Mirë po, me çlimin e Mekës, neve na shfaqet në skenë, do vonë tash me pejgamberin alayhi salatu wassalam është për qëllim, mirë po nderset tona na shfaqet në skenë fisi Hawazin, i cili ka jetu për rreth Mekës, e për rreth Taifit, e për rreth Gjeddes Sodit, u shkon fisi i madh. Don më i madh se Kurejshetët, e më i madh se fisi i Taifit. Edhe interesant është se fisi Thaqif që kanë jetuar në Taif, edhe krejt Taifi është vetëm një fes ka jetu. Ndërsa në Mekë, shumica ka qenë Kurejshet, ka pasur edhe fise tjera. Edhe fisi Hawazin, që janë konë tafërt, edhe nga pozita gjeografike, këta bashkohen në gjyshin e 5 ose 6, edhe janë, do më thonë, një losë. Bashkohen të nipi i Ismailit alayhi salam. Të më thonë Ibrahimi alayhi salam, Ismaili e ka një djali Ismailit e ka emrin Adnan. Tani prej Adnanit, prishti Adnanit rrjedhin 3 fiset, edhe Kurejshet, edhe fisi Taifit, Thaqif, edhe fisi Hawazin që është shumë i madh. Sa është i madh, edhe sa është e organizuar do ta shohim. Këto 3 fise, edhe për nga pozita gjeografike, mirë po dhe për shkak të lidhjeve që i kishin në Farefes, i mbanin lidhjet e forta me zvete. Edhe nuk dihet që ndonjëherë kanë luftuar këto fise me zvete, madje i kanë ndihmuar njëna tjetrës, sepse e kanë janë llogarit sikur se kushëre ose tafërt në lozë ose tafërt në gjak me zvete. Dhe pikërisht prej momentit kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dalë haptas në Mekë me i thirr njerëz të Islam, fisi Hawazin që janë kushëret tash të Kurejshetëve, janë rreshtu me Kurejshetët edhe e kanë armiqsuar pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe vazhdimisht i kanë ofruar ndihmë Kurejshëve kundër Muhamedit alayhi salatu wasallam dhe muslimanëve deri në hijret. Në hijret masanena janë të rjekë, edhe kanë llogaritë që muslimanët janë një grosht i vogël, Kurejshët ju dalin në ballë dhe e kryjnë punën me ta dhe nuk janë marrë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fisi Thaqif, edhe pse kushëre me këta, mirë po, ai prej fillimit, prej kur ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasallam në skenë si pejgamber, ata janë pozicionu neutral. Po në pozicionimi tyne ka qenë neutral, as me Kurejshet, as me Muhamedin alayhi salatu wasallam, sa i përket problemin që e kanë pas Kurejshetët me muslimanët këtë rast. Për ata dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam i kujtohet kur e kanë nxjerrë Mekë për jashtë dhe s'ka mujt me jetu në Mekë, ku ka shku? Në Taif. Në kushëre, që i bjen kushëre 6-7. Edhe e ka llogarit që të më thonë njerëz të mençur se kanë jetu në Alcina, plus kanë jetu afër Mekës, kanë marrë pjesë në për seminare, në për parajire të ndryshme, të poezisë, të tregtisë, të shitblerjeve, kanë qenë njerëz të mençur. Edhe ka bënë me pejgamberin alayhi salatu wasallam që ta janë ndoshta që morrin vesh
edhe ka shku të ta. Kur ata se kanë pranu, i ka thonë, amën bile mos i tregoni dikujt që erët e jo. Mone më sheft. Po ata se kanë mojnë sheft edhe i kanë tregu këtë botë se kështu erë Muhamedi edhe se pranu, sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Tash i kemi fisin Hawazin që thamë kusherit korejshitve edhe shumë ofër Mekës kanë jetu. Sepse lufta e Hunenit që bëhet tash mes pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe fisit Hawazin është 20 kilometra prej Mekës larg. 20 kilometra është javia mes Taifit dhe Mekës, mirë po Taifi i bie më larg nga 60 kilometra, a Meka është 20 kilometra. Edhe ky fis më prej kur është përngull pejgamberi alayhi salatu wasallam Medinë, thamë që nuk ka shpreh ndaj armiqësi ndaj Muhamedit alayhi salatu wasallam muslimanëve, nuk ka marrë pjesë në par aktivitetet e kurajshitëve, as në për lufta, as në Bedër, as në Uhud nuk i shohim që marrin pjesë. Do të thonë thjesht e kanë llogaritë që, do të thonë çështja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është çështje kohë, një grosh njerëz sahura shpartallohen kurajshitët ju mjaftojnë atyre edhe i luftojnë boll sa më i shpartallohen dhe me jashtësu mirë po nuk ka ndodhur që kanë menuar këta. Për kundrazim ndodhi e kundërta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur është nis për me shëru Mekën, këta fisi Hawazin kanë ndosh me ditë sa otuniste ta në Mekë. Edhe për ata e kanë dërgu një shpion, për arsye se shpionosha, shërbimi sekret, ka funksionuar te fiset, edhe pse beduen e sofi. Edhe shumë jetë thjesht, mirë po e kanë pas shërbimin sekret të zhvilluar. Edhe e kanë dërgu një person. Mirë po s'ka mujt me marrë vesh, se pejgamberi alayhi salatu wasallam pe dini që e ka mujt të fsheht planin për me shiru Mekën. Kjo një urtësive, që mos mi bashku dhe fiset e tjera kurajshitëve. Kur kush nuk e ka ditë, auto shkon Mekë, auto shkon te Hawazin, auto shkon Taif, ku ja ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe kjo është prej mençurisë së tij, në mënyrë që secili me rujt veten tash. Secili me rujt veten, dhe fisi Hawazin janë armatues. Ka një që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka dol për Medinës. U nis për një jug, po tash i jug është Mekka. Është Hawazin fisi, pastaj është Taifi, është Ghatafan, janë plot do fise tjera, se kanë ditë ku po shkojnë. E pejgamberi alayhi salatu wasallam jev ka humb busullën me mbajtjen e planit sekret. Po kryesorja, fisi Hawazin janë armatues. Edhe janë bagati që nëse na i mësyn neve me luftu. E pejgamberi alayhi salatu wasallam shkon në Mekë, hyn në Mekë, shiron Mekën pa luftë, ndodh ajo që ndodh për 15 ditë ose 19 ditë sa qëndron në Mekë, shumica e banorëve të Mekës bëhen musliman. Tash pejgamberi alayhi salatu wasallam i lajmët për shërbimit sekret që ka pas, se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas shërbim sekret, edhe i vin lajmët që fisi Hawazin janë tarmatast. E çon një person, pejgamberi alayhi salatu wasallam për me e vëzhgu situatën. Rrin një ditë me ta dhe e merr vesh që janë armatues një ushtri e madhe edhe janë bagati me luftu kundër Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe muslimanëve. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam shika pas ushtrin hazër, të gatshëm, sepse 10.000 sahabe që janë nis prej Medinës edhe gjatë rrugës kush ka bashkangjit, ata janë bagati për luftë, kush janë kon hazër, nuk ka pas nevojë me thonë bëno gati se jemi të shkon luftë. Vetëm se ju ka thonë po nisemi. Ku po nisemi? Po nisemi me shkuteve në banimet e fisit Hawazin. Edhe janë nis 10.000 ushtarë pejgamberit alayhi salatu wasallam, që janë konë prej Mekës, prej Medinës, edhe 2.000 me kas. Sa janë bo musliman, si kanë 15 ditë që janë bo musliman, edhe 2.000 ju bashkangjitën bon 12.000. Kur një ushtri më e madhe e muslimanëve në kohë pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk ka marrë ndonjë ekspedit ose ndonjë luftë, nuk ka bën me numër më të madh se sa kjo, 12.000 ushtarë. Mirë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam don me mrrin në Hunein. Vani Hunein është i përshtatshëm për luftë. Huneini edhe sot e ka në Hunein. Janë do vend banime aty do fshatra të vogël, po kryesore dikon 20 kilometra i bjen në periferi të Mekës. Po fisi Hawazin tarmatost edhe mrrin para pejgamberit alayhi salatu wasallam i zon pozitat më të mira. I zon pozitat më të mira sepse Huneini është lugin hesapi, 2 anë ka kodra. Tash llogarit te ajo lugina edhe gryka, që nuk mundesh me hym ka dushtin gryk. Gryka e ka një hymje dhe ka një dalje. E këta fisi Hawazin i zojnë pikat nalt, dhe më thonë në gryk, në 2 anë të grykës, edhe e lojnë një pjesë të ushtrisë, ama pjesë e vogël e lojnë ballë atje, për mi qitë në kurth muslimanët. Këtyre Hawazin, fisit Hawazin, ju bashkohen komplet edhe burrat e Taifit.
edhe fisi Thaqif, edhe bohën, thënë historianët, 20.000 vetë. Mon fisi organizum. Fisi organizum, fisi madh, burrim të madh, ushtar, shumë 20.000 ushtar, kur t'i bën një fis, atëherë llogarit të çfarë fisi është. Edhe ushtrin e fisit Hawazin e ka organizu i pari i tyne, ose lideri i fisit Hawazin, që ka pas emrin Malik Nusairi. Ky Malik Nusairi ka qenë djalëri, 30 vjeçare sapi, mi po strategë trim i mençur, edhe për ata e ka udhëheq fisin. Edhe ka dhënë urdhër që ushtria, përveç që kanë më dole ushtria, kena mi marrë me graje, me fëmije, me dhene, me dele, me deve, me shka kena mi marrë krejt. Edhe kena me dole me të në fush betejës. Që mos me shku menja dikujt me ik, se ik po, i lem fëmijët aty në fush betej. Ik po, i lem pasurin e vet aty. Edhe jep urdhër që shka kanë pasuri me marrë. Edhe me qitë fush betej. Që dash? Dash luftoni, dash mos luftoni, që i keni familjarët, i keni fëmijët, i keni pasurit e juve. Mirë, në këtë fes, ka qenë një person plak, ka posa me ndorejt, ka qenë i verbër. Kur ka fillu mi zonë pozicionet, kër i ka një vojt e fëmijëve, ka thonë, shka janë fëmijët, thot Maliku, të ma në dhejtë si i fisit, në ka orë, nuk këtë fëmijët mi marrë dhe gratë. Thot, po shkohet në luft kështu. Që shkohet në luft me fëmijë. Edhe mundohet kë me binda, moson e binda dhe vendosin qka kanë pasurit e shpia, vetëm shpijat e thata edhe muret i kanë lanë. Që kanë pas pasuni prej kafshë, edhe që kanë pas familjar të madhe të vogël i kanë marrë me veti. Edhe i renit mirë kë ushtrinë. Po në fillim i qetë kalërsit, pastaj i qetë komësërin, ushtar për komësërin, pastaj gratë, pastaj fëmit, pastaj pasunin delet, devet, edhe mushkat në fund. Dohon që të formë kanë mu ballafaqu me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam rrin në Hunain me 10 sheval. Pse për me në 10 shevalin? Për arsye se në Mekë kur ka hi? A ka hi me 20 Ramazan. Me 20 Ramazan është qiru Mekë. Tash 10 ditë të Ramazanit, edhe 10 ditë shevalit, i bjen që pejgamberit alayhi salatu wasalam mas 20 ditë ose mas 19 ditë ka shku në Hunain. E për ata disa historianë thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qëndruar në Mekë 19 ditë. Ditën e 20 ka shku në Hunain. Disa tjerë thënë ka nejt 15 ditë, po kadal kadole to në hot situatën, to e vëzhgu situatën, i ka bë 3-4 ditë derisa ka shku në Hunain te pozicionet e luftës. Sido që tjetë, për ata dhe i kemi sot mendimet e dietarë fukahave të cilët thënë se nëse dikush shkon musafir në një vend ma pak se 15 ditë, është musafir. Nëse ma shumë se 15 ditë, së është musafir. Pse? Thënë se pejgamberi alayhi salatu ka nejt 15 ditë në Mekë dhe ka shkurtu namazin. është llogarit musafir. Disa tjerë thënë pejgamberi alayhi salatu ka nejt 19 ditë dhe ka shkurtu namazin. Që i vjen se sipas këtij mendimi dytë ose sipas mëdhëbit dytë, 19 ditë je musafir, 20 ditë si je musafir. Kështu dietarët e hershëm i kanë caktuar kozgjatjen se sa jemi, sa llogaritemi musafir. Edhe me 10 Sheval fillon luftën pejgamberi alayhi salatu me fisin Hawazin, edhe krejt kush ju ka bashkangjit atyne. Mirë po, thamë më herët që muslimanve ju kanë bashkangjit edhe një 2000 veç sa e kanë pranu islamin. Pe tyne Ebu Sufjani, veç sa u musliman. E plot do tjerë. Mirë po historian thëjnë, prezenca e këtyne njerëzve në ushtrin e muslimanve ka pos pasuja. Cëllët janë pasujat? E para, që u vrejt miniherë, është se halo nuk ka hy mirë imonin zemrat e tyne. Halo se janë pastru për shirkut që e kanë pos. Pra ta kur kanë kalu rrëth një pëmës, që ju kone njoftën të mushreket, kanë shkuj kanë vjerë shpatët aty në pëmë, për bekem që kur ta morin shpatën mësë aty të mo, tani zdim me hup në luft. Dhe kanë logarit që t'je bereqeta e pëmë. Edhe kur kanë po qëta që kanë pranu islamin me kasit, këtë pëmën, i ka thonë pejgamberit alayhi salatu apo ne caktën edhe ti një pëmë që shto dhe na të marrën bereqet pisoj. Nuk kjo është shirk. Sahabët e Medinës edhe muhaxhirët këtë punë e kishin të kryme. Mirë po me kasit, domthon hala nuk i kanë filtru edhe nuk e kanë pastru imanin e tyre, hala ju kanë mbetjet e shirkut edhe të idhujtarisë. E pejgamberi alayhi salatu thotë subhanallah. Çuditët. Pse çuditët? Që tregon vet. Thotë çështu i ka thonë Musait popullit vet. Musait alayhi salam, është i ka unë popullit vet. Më llogarit e Musait alayhi salam, po e njek faraoni me myt me popullin e vet. E Allahu po e shpëton pi faraonit, po ja ban detin rrugë. Edhe po i kalojnë detin, edhe po pshtuin.
Edhe po vjen faraoni, edhe po fundoset, edhe po i thënë Musait alayhis salam, na besojmë që ka vdek faraoni pa i qit kufumat për mi, Allahu jep urdhër detit që mi qit kët kufumat për mi edhe mi pa me sy, edhe e pon ndihmën e Allahut me sytë e bollit, e pon vet. Edhe mas i dolën aty, kur e pon një idhull aty, të e lutë një popull aty, i thanë Musait, a pra i ban edhe neve një qështu. Që këmë të adhërëm atë, cilin Allah be me Allah, cilin Zot be veç sa ju pështaj Zoti, veç sa ju nëzur Zoti për i vdekis, ishit vdekt. Allah ju shpëtoj, ju përrip një zët tjetër. E pejgamberi alayhis salam bëhet subhanallah, që shtu i kanë thonë Musait populli vet. Alayhis salam. I kanë thonë, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ajeti Kuranit është. I kanë thonë, ne cakta dhe neve një farë Zoti që shtu që pas kanë këta. Cilin Zot po e doni ju? A se po të Zotin, se po të ndihmën e Zotit që deri që tash me ndihmën e tij pështu se për ndryshe i kanë kret vdekt. Pastaj pejgamberi alayhis salam thotë, pashat në dorën e të cilit të shpirti im, keni me ndjek sunetet edhe zakonet e popujve që kanë qenë para juve. Të thonë, keni me radhën shirk, edhe keni mi praktiku veprat e tyre, keni mi bë praktikat e tyre, edhe nëse janë në kundërshtim me Islamin, edhe nëse janë shirkut, jo të gjithë, po dikush prej tyre. Kjo ishte një prej pasojave. Do të thonë që kjo muhabet si çdo më bon ushtrinë e muslimane. Mirë, po përkuj na u bë për që atyne që i kanë 3-14 ditë që janë bë musliman. Pasoja e dytë është se dikush prej qytyne të rive, të muslimanëve të ri, kur i po 12.000 ushtar në luginat, edhe e moshën atë luginën, këtë atë grykën e Hunenit e moshën komplet, edhe atje në balë për i shohin një grësht ushtar të armikut, a ushtria kryesore në Kodra, mëjtë Kodra sa venin. Thanë, qëtë numër të madhë të ushtarë s'ka kush që mund. Qka? E harrun mbështetjen në Allahun e lartësuar, edhe harrun që kur muslimanët s'kan luftu me numër. Për numër do s'kan luftu se janë konë numër ma shumë, ose ma të përgatit ushtarakisht, kanë luftu me iman. Edhe kanë luftu duke mbështet Allahu. Edhe Allahu thot, pastaj zbriti ajetin në surën Taube, lidhe me Hunenin, thot, o jo me Hunenin idh a'jabatkum kathratukum. Edhe në ditën e Hunenit, do të thonë luftës Hunenit, kur juve ju mashtroi numri i madh i juve. Do të thonë çka? E harrut mbështetjen që do të me pas në Allahun e lartësuar. Ju këtë mbështetjen, po u zbe mbështetjen në Allahun edhe u mbështet në numrin e madh. Pse se dikush për qytyne, muslimanëve të ri tha këtë fjalë dhe kjo pastaj ndikoi tek muslimanët e tjerë. Po na jemi numër i madh, kena mi fshinjtësh. Thot pastaj Allah i lartësuar, falem tugni ankum shay'a. Që ky numri i madh kur gjus ju vleti, sepse shumë që kanë ndodhur masanën në betejë. Edhe thot, edhe pse ishin numër kaq të madh, ju ngushtu toka s'kish ka me ikë. Sepse ikin, shumica e muslimanëve largohen për fush betejës dhe e lajnë vetë pejgamberin alayhis salam me një grësht sahabe. Thumma wallaytu mudbirin, domthon toka ju duke ngushtë edhe e lat fush betejën edhe u largut për fush betejës. Pastaj shumica e këtyre, çtyne 2000 muslimanëve të ri që kanë bashkuar pejgamberit alayhis salam, nuk i kanë bashkuar me luftu fi sabilillah, për me lartësu fejnë Allahut, edhe me shpërnda fejnë Allahut, po për me fitu në isem për i plashkës. Fitu fshmi, marru më dhe në diçka për i plashkës. Kjo ka qenë tek shumica e atyre që kanë marrë pjesë prej me kazëve në këtë betej, kanë qenë, hajtë se fitojmë diçka. Si të fitojmë, na kena me fitu, ashtu kështu numër i madh, kena me fitu edhe marrim plashk të luftës. E pejgamberi alayhis salam, pastaj va tregoi një rast, filloi me bodo, por më i tregu sahabëve që na nuk luftojmë me numër njerëz. Ti shkon me numër, gjithmonë na i nakon më pak. Ata na kishin mujt neve. Mirë, po shumicën e luftave ka fituar pejgamberi alayhis salam. Shumicën e luftave pejgamberi alayhis salam ushtrinë ka pas më pak të armatës. Kështu që të thonë muslimanët nuk i kanë kur fitoret për shkak të numrit edhe të armatimit. Normal që i kanë bërë këtu sipas mundësive, po domethënë armatimin kryesor e kanë pas mbështetjen në Allahun e lartësuar, sepse fitoria vjen prej Allahut. Domethënë Allahu kuna don ja çon fitoren. Kuna dënja qënë, humbjen edhe disfatën luft. E pejgamberi alayhis salam e boni një dua, edhe tha Allahume bika uhawil, o Allah, krejt mundin që e bajune me tyje, pa tyje së mbaj kurqiq. O bike asul, o bike uqati. Edhe me tyje, sidh në rotullona, edhe me tyje luftaj, pa tyje së ne baj asë njënë këtu. Për me të regu sahabëve që ajo fjallë mos t'ju habit. Pastaj ja të regaj rastin e një pejgamberit, që ka egzistu më herët, se të regaj aminetina, mirë po, ky pejgamberi është mahnit edhe ky me numrin e madh të muslimanëve që i kanë besuar. Edhe është mahnit çash shumë sa që ka fillu edhe ai me një farforme, po edhe një rrethina mu mbështet në numër, pastaj Allahu ka thonë këtij pejgamberit thotë i ke 3 opsione. Ose
me ju sprovu me uri të fort, masi që jeni shumë numër tash, edhe jeni të fort, atëherë ta provojmë urien, a mund për i bani ballë, ose me ju sprovu me uri, ose me javqu një armek I cili kam ju hyp në qafë, ose me javqu Allahu vdekjen. E tash pejgamberi Allahut pe I thot atyne, thot që të opsionin e ka dhënë Allahu për shkak të një gabimi që e kena bërë, ajo është se kemi mendu që me numër arrihet gjithçka. Jemi numër shumë edhe e mirë. Atëherë këta, po pejgamberi alayhis salam po ja tregon këtë tregim shokët vet para luftës, po I thënë këta pejgamberi tyne vallahi thot më na ilshu armikun s'bot hiç. Allah. Sepse na myt këtë. Urien hitson e dorojmë, kështu që më mirë po vdesëm me faqe të barbile. Kryesore I sprovoi Allahu, hadithi ka fjalë rreth hadithi sa është I saktë, po shumë prej dietarëve kanë thënë që puluhet me to për arsye se s'paku e mrin shkallën e hadithit hasan. Mirë, kur hyn muslimanët lugin, edhe e shohin fund luginës atë në fund grykës, një numër të vogël të ushtarëve. Domthonë jo shumë. E thotë domthonë çaja që e përmendu më herët, këta na kena me fshin. Gjithta që jemi na, o I fshin. Edhe I lanë me hyn lehen lugin, më mush lugina. Që mos me mujt me ik, mu largu on djathtas edhe majtas. Po mu ju mbet vetëm mrapa, mu kthy edhe përpara e kanë marrë mikun. Kur hyn lugin, gjatë ditës, para dite bëhet lufta, edhe këta tërhiqen. Ushtria e armikut, dhujtar tërhiqen, edhe ju met një pjesë e plashkës të luftës dhe pasurisë që e kanë marrë ju met aty. Edhe sahabët hin lagin krejt. Tamam hin. Fillojnë shigjetat dhe shtizat si gjemë, si kur shi mu Europi 2 anët katër. Edhe pothuajse s'ka pas, thotë Baraj ibn Hazib, që ka marrë pjesë këtë luftë, thotë gati që sërake shtizë ose shigjetve se në trup dikujna. Edhe ka shumë janë plagos këtë luftë. Edhe pastaj Khalid ibn Velidi I ka prin kalars, në 300 kalars I ka prin Khalid ibn Velidi. Mirë po të papërgadet, pastaj komsaria, edhe të fundit janë kanë këta 2000 musliman të rritë me ikës. Këta të rriqen të parë, si të shohin, të rriqen. Pastaj të rriqet edhe komsaria. Pastaj edhe kalarsit, sepse nuk luftohet Allah me njerin që se sheti. Ajo është të gjujt. Edhe ti s'munësh as me I prit, as s'munësh me gjujt edhe të rrejqen krejt. Mbetet pejgamberi alayhi salatu wassalam me 2-13 veta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në fush betejë mbetet vetëm me 2-13 veta. Kush met këtu? Met Abbasi, met Abu Sufjani ibn Harith. Jo Abu Sufjani kë, po Abu Sufjani djali I miqës pejgamberit alayhi salatu wassalam, se pejgamberi ka pas një miq Harith. Amin. E djali tina Abu Sufjan bëhet musliman me Mekë. Mirë po, shpejt e kap hapin edhe bëhet musliman I mirëfillt, edhe kë me Abbasin të jamojt mushkën pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pejgamberi alayhi salam t'i dhon zar me hin luftë, me kam, me 10 veta. Edhe t'i dhon zar mushk që ashtu, Abbasi edhe Abu Sufjan ibn Harith thot, na sa mujshmi me nol mushkën e pejgamberit alayhi salatu wasallam që ai mos më shku se ku shkon valla. Edhe Ebu Bekri, Omeri, Aliu, domethënë shokët e ngushtë pejgamberit alayhi salatu wasallam por rreth tina. Tash pejgamberi alayhis salam I thot Abbasit, o Abbas, thirrni njerëz. Abbasi ka pas zot madh. Thënë historiant, I ka mjaftuar ti me hyj pak si një kodër si të nalt dhe kur ka thirr krejt çoban rreth Mekës e kanë zonin e tina. Edhe I thot Abbasit, o Abbas, thirrni njerëzit. Para se me thirr Abbasi, pejgamberi alayhis salam çashtu në mushk, të I dhon ata të rrjek pe fush betejës muslimant, ky të I dhon zor me hec përpara. Për me tregu që deken nuk ta bjen kërkush para kohë, edhe pse bëhesh ma trem nuk do të thonë që vdek më herët, ose pse bëhesh ma toc nuk do të thonë që I pështon vdekës. Kryesura pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte ana nabiyun wala kadhib. Unë jam pejgamber, pe me jes del rana dhe nuk tërheqna unë. Ana ibn Abdul Muttalib, unë jam djali I Abdul Muttalibit. Abdul Muttalibin këtë rast e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe lëvdohet me ta për shkak të burrnisë që e ka pas edhe, domethënë për çse pozita e lufta e kështu, s'ka pas lojë me ta. Edhe fillon Abbasi me I thirr tash njerëzit. Edhe thot kanë me thirr, ç'mi thirr Abbasi. Thot thirri o besatues të pemës. Kush janë besatues të pemës? Besatues të pemës janë ata që në Hudejbije, në marrëveshjen e Hudejbijës kur kanë marrë vesh ose kur ka ardhur lajmi që u vra Uthmani, ja kanë dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wasallam në atë pemën që kena me luftu deri në vdekje derisa ta marrëm gjakun e Uthmanit. E Allahu I ka lëvdu këta njerëz. I
ka lëvdu, edhe thot yedullahi fawqa aydihim, dora Allahut është mbi dorët e tyre. Domethënë e bereqetshme kjo besatim. E Abasi thot, o besatus të pemës. Si ju mrin kjo fjalë vesh, fillojnë më kthy. Pastaj i thirr, o Ensar. Tani fillon me thirrë Ensar familje. O bitë Harithi fisit Khazraj. Edhe fillojnë më kthy. Kur i kthejnë pejgamberit alayhis salam jo 100 paraversisht, e nis pjesën e dytë të luftës, pastaj fillojnë më kthy krejt sahabët dhe krejt hyn luftë për së dyti, edhe fillon faza e dytë e luftës. Pejgamberi alayhis salam e merr do zallë tim edhe e gjunë qështu. Edhe dhe të shahet il vujuh, u qërrofshin sytë, ose qështu diqka paraversisht, edhe thënë sahabët, i kemi pa pastaj ushtrin, fisit Hawazin, ushtrin armikut, dhe më thonë, tu e në shpatën, kak s'ka njerësisht, dhe më thonë, kanë fillu edhe me ju marrë e pami atyne. Edhe pastaj hinë sahabët për s'dyti, dhe më thonë pjesën e dytë luftës, edhe fitojnë edhe fillojnë fisi, ushtria mu tërhek mirë, po tërheqen në formë pa organizume. Kusht ka të mundet, qysht mundet, edhe për ata ka vrasje të më thoja këtu. Para prakesht, fisit Thaqif, fisit Taifit tërhiqen në fillim, kur e she që muslimant të më thonë janë serios në luft, tërhiqen edhe shkojnë në Taif atje më shifën. Edhe këta tjerë tërhiqen, edhe lojnë që ka kanë pasë në fush betej, me deve, me fmi, me granem, me pleq, me dhen, edhe ku shukoni plagës të kamet, vesh ku shukoni shnyosh ka ikë. Edhe tash, duke u tërhiq kështu në formë pa organizume, vritën dykon ma tepër se 300 për tyre. Ndërsa sahabët e përmendin që vritën dykon 4. Mirë po në këtë betej, plagosët Khalid ibn Walidi, plagosët Omeri, plagosët Abu Bekri, plagosën plot sahabët tjerë. Ahon plak shigjetave sape, po që ashtu kanë luftu me qëto plak. Pastaj pejgamberi alayhis salam i urnoi sahabët që më ju shku mrapa. Mi shpartallu komplet, mos më shku në rben, më organizu dhe njëherë, edhe me i luftu, Mekën, që ta shubo musliman, ose pejgamberin alayhis salam, dhe i ndëqen në përqoshe, do më thonë desa i largun më mirë. Mirë po, fmit, pleqt, rëpt e luftës, pasunia me të krejt fush betej. Pejgamberi alayhis salam u urnoi me i bë këtë troq, edhe me i qumin i farveni quhet Gjerrani. Sot së dhja e ka atë emër, po, diku një 2-3 kilometra për i venit Hunenit, tak më që atje, edhe po thot, mos bëni kur gjo me to deri sa të kthejemi për Taifit. E tash, është beteja e dytë, beteja e Taifit. Pse beteja e Taifit? Sepse, në më thonë fisi Hawazin, u shpartallu. Kush mbet rrezik për Mekën? Taifi, fisi Thaqif. Pastaj, fisi Thaqif kishte marrë pjesë në luftën e parë, do më thonë këtu në Hunein. Gjithashtu, edhe kryesori, ose lideri i fisit Hawazin, Malik, Maliku, shkon edhe fshihet në kështjellat e Taifit. Edhe pejgamberi alayhis salam urdhëron me e rrethu Taifin. Mi po Taifi vend strategjik, i lartë, muret e larta, edhe nuk mundet me hyrë Taif në këtë kohë, s'ka mujt me hyrë kërkush Taif vetëm se përmes dyrëve të qytetit. Ata i mbyllin dyrt, fortifikohen mirë, të armatost janë, ushqim kanë rezervu për 1 vjet, kështu që se kanë dert për 1 vjet e përballojnë rrethimin pa problem. Edhe pejgamberi alayhis salam i rrethan, me shpresë që mos po dorëzohen, edhe mos po bëhen musliman, edhe me kry punën me ta. Edhe thuhet që i ka majtë rrethum 12, thuhet që 20 ditë, thuhet 2 javë, po paraversisht do thonë rreth 2 javëshit u sill rrethimi i Taifit. Mirë po, qysh me thyr rrethimin? Në qytet shumë i fortifikuar, s'ka mundësi. Edhe lufta është bërë për distancës. Prej nartit, prej kështjellave, idhujtarët kanë gjujt me shtiza, me shigjeta muslimant, veç ka kanë ujtë më mbrojt. Mirë, për herë të parë në këtë luft, pejgamberi alayhis salam përdor katapult. Thuhet që e ka ndreq Selman el Farisiu, thuhet që e ka ndreq dikush prej Mekasëve, por kryesorja për herë të parë e përdor katapultin, keni parasysh. Katapulti. Ai që i gjun gurt, e mëdhaj për me, i prish muret e kështjellave që kanë pas më herë. Mirë po, s'mujnë me i thy muret me ta. Pastaj i përdorin një farë mboroje, i ka thonë tanka, në atë kohë me përkthy bukfal i bjen tank e sotit. Të më thonë me druna, mirë po si mboroj me hinër ta,
që mos më të rrugë shtizat, mos më të rrugë shigjetat, dhe mu ju afru dhe nga atë vendit. Mirë, po ata kanë përdojrë pastaj zjarë, e kanë përdojrë shkambos, dhe i kanë kollë edhe këtu. S'ka do, problem më i thyrë rrethimin. Urdhnon pejgamberi alayhi salatu wasalam me shkatërru vneshtat që janë konë për rreth Taifit, vneshta shumë, sepse veni i hurmave, i rrushit e i pemve, edhe hurmat. Kur nin ata, i bojnë bej pejgamberit alayhi salatu wasalam, amonit këf mos i preshat. Pani dorëzonu, ja veç mos i preshat, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam të rriqet. Do nuk i lejon sahabët me i shkatru këtu, sepse mjafton që i avshtini pak tutën edhe i dridhi pak, kur tha se ja u prishi vneshtat dhe ja u prishi plantacionet e hurmave. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë tyre ditëve jep urdhra të ndryshme, kush dorëzohet edhe vjen poshtë, është i falën, as e vrasëm, as kur që dorëzohet kërkush. Pastaj fillon thot kush pi robëve, skleverve, del prej Taifit dhe vjen te na, është i lirë, do ta lirojmë. Edhe thuhet që dikon më tepër se 20 sklever dalin, domosdoshmërisht dalin vinë te pejgamberi alayhi salatu wasallam, bëhen muslimanë dhe si kthen më kur pejgamberi alayhi salatu wasallam te pronarët e tyre, edhe bëhen të lirë, jetojnë pastaj jetën e tyre të lirë. Fillim pejgamberi alayhi salatu wasallam merr vesh që rrethimi i Taifit nuk sjell rezultate, është humbje kohë, është lodhje pa nevojshme dhe ka mundësi me pas humbje edhe në njerëz. Edhe i thot sahabëve, atërheshemi, ja thot po luftojmë sahabët, anë u kry, po luftojmë. Mirë, po këtu pasaj plagosët Khalid bin Walidi dhe edhe marran plagosën në sahabët tjerë, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam merr vendim pas këtyre 2-3 ditëve që mund të rrihej për rrethimit. Edhe e lanë ashtu, do sepse qëllimi i pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk ishte me nënshtru Taifin, edhe banorët e Taifit. Qëllimi ishte që me evitu rrezikin e tyre, edhe me i tregu atyre që prej sodit në Mekë edhe këto rreth Mekës, na i vendosëm rregullat e lojës. Jo. Na shkaktojmë bëhet këtu. Mirë, tash pejgamberi alayhi salatu wassalam shkon te vendi ku u shtubu plaçka e luftës. Çka më bën me to? Paraprakisht 12 sahabe janë vrarë në rrethimin e Taifit, ndërsa prej banorëve të Taifit ose ushtrisë ellitarëve 3 veç janë vrarë për arsye se pozita e tyre nuk kanë shumë e favorshme. Tash kur shkon pejgamberi alayhi salatu wassalam te plaçka e luftës, plaçka e madhe, pasuni e madhe. Përmenin historianë që janë kanë dikon më tepër se 20.000 deve, 40.000 dele. Ori që kanë posë me kiti kanë marrë. Kështu që na po luftoj me këtë pasuni mirë. Ai ke po pasuni fush me te po, unë të muaj edhe ta marr pasuni. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk pendon te plaçkën e luftës, po pret. Thuhet që ka prit 12 ditë, thuhet që ka prit 2 javë, mos po vijnë fisi Hawazin, po pendohen edhe më ia kthy pejgamberi alayhi salatu wasallam, thonë që merrne. S'kmor më marr pasunin, po pret 2 javë s'ka, edhe e don. Trashëgimi atë plaçkën e luftës, edhe fillon më ju dhon kokave të Mekës, veç se janë bo musliman, fillon më ju dhon shumë numër të shumët. Ebu Sufjanit 100 deve. Safonit s'kon musliman heq këtu. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ja ka marr Safwan ibn Umayys 300 prazmore e Hawazin. I ka thonë Safonit kom një që ki prazmore apo më jep, ti kthej. Siguroj që ti kthej. Safoni thot apo më merr me zor apo Hawazin edhe kam ti kthy sigurt. Sepse ka mujt me amor pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sepse hinin Mekë mo. Kryesuria ja kthen Safonit që i ka marr, domthon 300 prazmore edhe jep 100 deve. Safoni hap syt. Halo së musliman. Thot halo, edhe 100 tjera. Halo, 100 tjera. Edhe kur i merr 300, Allah, e realizon ato që ka pos. Ondrën e vetë që ka pos, e realizon. Edhe bëhet musliman pastaj. Thuhet që janë 12 vjet ose më tepër që pejgamberi alayhi salatu wasallam që tyni ka dhënë kanë 100 deve. Pe plaçkës luftës. Por më përfitu zemrat. Dikush ka pas dhe oja përfitu zemrat. Edhe dikujt si ka dhënë hiç. Edhe nsarve si ka dhënë hiç kurço. Hiç si ka dhënë. Tash të nsart kanë filluar me fol. E pejgamberi alayhi salatu wasallam, domthon çka ndomi që ka po pejgamberi alayhi salatu wasallam, dikujt 100 deve, dikujt asnjë, kanë filluar sahabët me thonë pse kanë ndomi, na këtë morën pjesë në luftë. E pejgamberi alayhi salatu wasallam pastaj e shpjegon, thot i jap dikujna, ndërsa nuk i jap dikujt tjetër. I jap dikujt që e ka islamin e bresh, veç se ka një islam edhe du me majt
në islam, mos me dal për islamin. Ndërsa dikush që është i mishruar me islamin, edhe islamin e ka më të madh se sa 100 deve, aty s'kam çka më dhon, sikurse e përmend Amr ibn Taghlib. Amr ibn Taghlib ka qenë prej sahabëve në këtë rast, në këtë luftë, edhe pastaj thot Amr ibn Taglibi, vallahi thot, për mua më e dashur është që dëshmi dhe lëvdat që më dha pejgamberi alayhis salam, sepse se më pasdhoni deve të kuqe, një deve kuqe kon më shumë se 100 deve. Në një hadith tjetër ose në një arsyetim tjetër, pejgamberi alayhis salam thot, unë jam dikujt prej plashkës luftës më shumë që nga frika se mos po e djeg Allahu me zjarr. Do të thonë të shtin islam çështë te jush, me shtin islam, sepse nëse si e pati ai zbot musliman ose si afrohet islamit dhe pastaj mbetet në xhenem, por gjithmonë që tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas qëllimin për me ofru disa njerëz. Prej kësaj e kuptojmë vëllazëri që disa njerëz gjatë historisë dhe sot, sidomos do që po e shohin islamin dhe po na shohin neve, me pas me dhon më shumë se ata që po japin për më na shoh, bëhen me neve. Për arsye se ata njerëz janë që on porën e njohin. Ose i njohin të mirat material. Ndërsa Enesi radhiyallahu anhu e përshkruan çlimin e Mekës edhe luftën e Hunenit, thotë që aty që e vradhon pejgamberi alayhis salam pasunin. Disa kanë nemet munafika. Në fakt jo munafika. Disa kanë mbet musliman të bresht. Të thonë edhe kanë mbet duhe dash dynjon edhe pasurin, disa në fillim e kanë pas të dashur pasurin edhe kanë pas shef me marrë 100 deve më shumë, po më pastaj janë forcuar islam edhe që kjo është bo sebeb që ata mu ka për islam i mirë. E kështu që edhe sot me pas më ju dhonë në njerëzve, më tepër se që për jep dikush, nështë dikush mbetet hipokrit dhe munafik, po s'po kus në shonë, ndërsa dikush kadali i afrohet islamit edhe i shishmuhet islami përmes qësaj forme. Mirë. Në këtë rast, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka vjerë gjybën e vetë me një lesë aty dhe të nda pasuni. Vjen një uni. E ka pas emnin Dhu Khuwaisira. Se kanë harru emnin sahabët. Edhe kur e sheh që dikujt pja jep 100, dikujt 10, dikujt 1, dikujt as 1, tash kjo po ka qenë imoni 200-300. Thot këtë ndomje nuk është i kënaqur Allahu me këtë ndomje. Ku na ti thon? Pejgamberit Allahut. Ose në transmetim thot o Muhammed doj drejt se si të doj drejtësi. Pejgamberi alayhis salam thot o vallahi ka marru puna jam edhe juja kretve nëse s'doj drejtën. Kush don drejt nëse s'doj drejt? Allahu më ka besu drejtësinë, ju s'më besani. Edhe Omeri quhet. Kjo fjalë rëndon shumë, do të oj dërgumi Allahut. A bën unë me kry punën me shta. Me hik qafe. Thot ju me adh Allah thot. Ky thot është prej neve tash. Njerëzit më thon Muhamedi më vron shokët e vet jo. Mi po thot prej qetina kanë me dal njerëz të cilët keni menën çmu Kur'anin e juve kur ti dëgjoni ata që lexojnë Kur'anin. Unë kanë me lexu Kur'an çaq shumë sa që ju keni me thonë ja bën ai gorin ato. Keni menën çmu namazin edhe ibadetin e juve kur të shihni çfarë ibadeti janë to e bota, mirë po dalin prej fesë sikurse ajo shigjeta që hen gjah edhe i del për të gjatë. Këta janë për qëllim havareqët. Mon ky ka qenë baba i havareqëve. Do thonë me thonë me atë gjuhën e sotit, do me thonë ideatori edhe i pari i havareqëve. Edhe vallahi, jam i sigurt në bazë të sjelljeve edhe mentalitetit që e kanë havareqët, ose që e kanë pas, të kishin pas gjallë pejgamberin alayhis salatu wassalam sot, njëjtë kishin vepruar me to. Edhe ati kishin bë batall. Edhe ati kishin thonë jeshit. Edhe ati kishin thonë spitutësh Zotit. Edhe ati kishin thonë i shtetit e kështu me radhë, domthon plot fjalë që janë të përhapur sot, sepse është mentaliteti i njëjtë. Innaha sunan. Do thonë janë metoda dhe janë praktika të cilat vetëm se përcjellen. Domthon vetëm njerëzit ndrohen filoni fisteki për ndryshe i njëjti mentalitet. E pejgamberi alayhis salam pastaj i thot këtina, thot bëjmë çat xhibet ta vesh, i thot dikujt edhe vesh xhibet. Thot te po që sem të norën kurrë për vetja. Çkam ka orun jam t'ia dhon juve. Sem të norën kurrë për vetja. Mirë. Ensart break. Ensarët break. Edhe folën ensart. Thën pejgamberi Allahut, po ju jep aty që daloj kena shpatat me gjak që kena luftu kundër tyne. Edhe na marrën pjesë luftës po ne jap hiç. Quhet Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu dhe shkon te pejgamberi alayhis salam, ato i drumë Allah, që shtu po thonë ensart. To s'kan ditë me bë, më fol mas shpinë. S'kan ditë me bë dredhia. Çka kanë pasi kanë thon direkt pejgamberit alayhis salam.
I thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, o Sad, a dhe ti çështu po menon? Thotë edhe unë jam me popullin tënd, unë jam pi popullit. Kështu që do mund ketin ato menon çështu. Po i ka ardhur keq direkt me thonë që unë po ham çështu, po edhe unë jam me ta. Nështë i ka ardhur keq që me thonë je veç ata janë tu menuën e ju, po kryesore ka thonë keq çështu. Thotë termi ansart. Edhe jam lidh Sadi ibn Ubadi jam lidh këtë ansart. Kur hin thotë ai një veç ansar, po a ka dikush me juve tjetër ju? Mirë. I thotë ansarve, a është e vërtetë që keni thonë çështu? Se pejgamberi Allahut po i jep pasuri atyre që haloj kena shpatat të njohur me gjakun e tyne, e neve s'po na jep, na kemi luftuar me ta, edhe kemi mbrojt, thotë po vallai kena thonë. S'ka, o sahabe. Sahabe do të zemrat e qelçta. Do të çka kanë pas zemër është po. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thotë, a nuk jeni kanë ndalalet devijum, unë ju këmë dhëzum? Thotë po. A nuk jeni kanë të përqam, unë ju këmë bashku? A nuk jeni kanë të varfën o pasurut me muë? Thëjnë po, i dërgumi Allah të krejtë që të në e ke bati. Thotë, a keni më thonë dishka muë? Thotë, qka me thonë kur gjithë këtë mirësi i kena piteje? Ja, thotë, keni qka më thonë pejgamberi Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e bën këtë bisedë me ta për me tregu që unë e kam jetën me juve. Të thonë, për mua jeni shumë më të mëdhej se sa këtyne që po jep deve e dele. Thotë, jo mundi më thonë që edhe jo mundi më thonë. Çka mundi më thonë jo? Jo mundi më thonë se a nuk erdhe prej popullit tanë që të kanë përgënjeshtruar, të kanë besu, na të kemi besu? Po. Popullit s'të kanë ndihmu, na të kena ndihmu. Popullit të kanë largu, na të kena shtin shpitun, dhe të kena bot tonin. Pastaj popullit të kanë nxjerr pe Mekës, fukaro me xhepa, me dur në xhepa, na të kemi shtin pasunin tonë, thotë po. A pse thotë, çka do të më thonë që do të keni të mira që u kombone po, dhe unë shumë të mira kum po për juve. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë, ngani çfarë thotë. Thotë, krejt njerëzimi me ecë një rrugë, e nësart një rrugën e heci rrugës të nësarve. Mos t'i shkon hijreti, dhe mos t'i shkon shpërblimin e madh që i ka hijreti, kisha pas qef më kon me nësart. Kisha pas qef më kon me nësart, me juve. Thot, veç dine, thot edhe një. Thot se unë ju jap këtyne që ju këmë dhonë për me afarcu zemrat. Në me afarcu imanin, se halo janë fillim të islamit. Ndërsa thot juve, a nuk jeni thot të kënaqshëm? A nuk jeni të privilegjum, a nuk jeni një vetën të privilegjum, që njerëz të tjerë, musliman të tjerë, me shku të shpia vetë, më kry të shpia vetë me deve, e me dhije, me dhenë, ndërsa ju më këthy në shpijat e juve me pejgamberin e Allahut. Këto pastaj këthjelen. Do hanë qatë problem që i kanë paraqit të këthjelen, edhe thot transmetuesi, që duke të Enes ibn Maliku është, thot transmetuesi i kanë lagë mjekrat e nësartë të kajtë. Edhe që ja kujtoj pejgamberi alayhi salatu këtë nimet, edhe ju tregoj sepse nuk i ka dhënë atyne, sepse për ta është shumë më e madhe me pas pejgamberin e Allahut mesin e tyne, me pas shpallën mesin e tyne. Sot kret historia islame dhe jo islame flet për ensart, medinalit të cilët e kanë marrë pejgamberin alayhi salatu dhe e kanë rujt sikur se të vetin, edhe e kanë ndihmu pa rezerva. Sot kret bota flet se pejgamberi alayhi salatu ka jetuar në Mekë, në Medinë, domthonë ka lind në Mekë, ka jetuar në Medinë dhe ka vdekur në Medinë, edhe është varros në Medinë te ensarët. Edhe ensarët e kanë pas këtë privilegje. Pastaj në fund e ban ndohen pejgamberi alayhi salatu wasallam, o Allah, thot o Allah mëshiroj ensarët, mëshiroj fëmijët e ensarëve, fëmijët e fëmijëve të ensarëve, 3 gjeneratat. Sahabët, tabiinët dhe tabiinët. A e kuptuat pse këto 3 gjenerata janë të arta? Pse këto 3 gjenerata janë hallkat e arta të fesë tonë, edhe dinit tonë, sepse në këto hallka është doja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që janë njerëzit më të mirë. Edhe në ditë të tjera. Mi po këto po bën do Allah mëshiroj ensart, që tash janë fëmijët e tyre, tabiin, fëmijët e fëmijëve tyre, tabiinat. Mirë. Pasi shpërndon pejgamberi alayhi salatu wasalam plashkën e luftës, vjen një grup, një delegacion për fisit Hawazin. E thotin a bon musliman o Muhammed, a bon më na i kthy pasunin edhe krejt që ke morë. Thot, ku ishi më herët? Ku ishi më herët? Unë ju prita 2 javë ditë mas po veni. E thonë e ku shpërdava? Për arsye se plashkë luftës është. Allah na i ka leju që kur të luftojmë kundër armikut, pasunin që e lënë në luftë, në fushë mejdan, na ja morë. Luftë është. Edhe pastaj i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, pasunin s'po i më kthy.
Devet e këtë s'mu me këthjarin. Mirë po çka keni, robë të zonë të na, me fmi, e me granem, e me pleq, e me të plagosur, e me çka keni, po ja u këthejnë. Edhe i këthen pejgamberi alayhi salatu wasalam, të gjithë i marrin edhe shkojnë të shtëpiat e tyre. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e pyet për Malik Malik ibn Nusairin, liderin e fisit Hawazin. Thot çka u bë me ta? Thot ka shkuar në Taif, atje është me Taifin. Thot çani selam. Nëse pendohet, vjen e pranon islamin, kam ja kthy këtë pasurinë, çka e kam tina, edhe kam ja dhënë 100 deve shpërblim. Pejgamberi alayhi salatu pasurinë se ka shtin gjep vetin kurr. Gjithmonë e ka shfrytzuar, çka ka marr pasurinë, gjithmonë e ka shfrytzuar për të mirën e muslimane. Edhe i çojnë lajme Malikut Delk. Pe Taifit vjen e takon pejgamberin alayhi salatu wasalam, bëhet musliman, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam çuçi ka premtuar, çka i ka premtuar jep. Edhe bëhet musliman i mirë pastaj. Mirë, nisët tash për Mekë, për Medinë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e kryti Mekë u shliru, u bë vend musliman, e caktoi emir të Mekës Utab ibn Usaidin, që është prej Kurejshitëve, edhe thuhet që ky pastaj ka met emir edhe udhëheqës i Mekës edhe në kohën e Abu Bekrit, nuk e ka larguar. Abu Bekri krejt njerëzit që i ka caktuar pejgamberi alayhi salatu wasalam se ka lyt asnjënin. Do të çikash ka pas dashni për pejgamberin alayhi salatu wasalam, kanë ku e ka qitaj një pikë dikon në Seluj. Kanë ka caktuar dikon në Seluj. Çka ka marrë i vendim diçka dhe s'ka mujt me çu vendimin në fund se ka vdek, unë kam e çu në fund. O kështu është dashnia e Abu Bekrit për pejgamberin alayhi salatu wasalam, krejt nën ponse çka i ka pas. Këtë punëtor, çka i ka pas, çashtu të njëjtit i ka vazhduar deri në vdekje. Edhe një burr prej fisit Thaqif Taifit i del edhe i lyhet pejgamberit alayhi salatu wasalam për mas, i cili ka pas emrin Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud ja lidhet në ikon ajo. Nëse se keni harru dersin para 3-4 javë. Urwa ibn Mas'udi është prej fisit Thaqif, që e kanë pasqu mushrikët atëherë me bisedu me pejgamberin alayhi salatu wasalam kur ka dashur me hinë Mekë nomre. Edhe i ka thonë që çka keni plan, domethënë çka kërkesa keni ju, ja ka çu kërkesat mushrikëve të Mekës, edhe i ka thonë njerëz, vallahi ju ka ardhur me një plan, edhe ju ka ardhur me një marrëveshje që s'ka çysh më mirë po pranane. Po se kanë pranuar. Ky ka qenë Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, ju ka lyp pejgamberit alayhi salatu wasalam ropa, edhe ka u bë musliman. E ka thonë, atë shkoj që ta është i ti thirri Taifin mas të bëhat musliman, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam shkon kë Urwa, sepse ka pos pozitë tek fisi i Taifit, me po pozitën në shumicën e rasteve respektohet derisa s'ja u prek interesat njerëzve. Kur t'ja prek interesat njerëzve, pastaj bjen pozita, bjen respekti. Edhe ky Urwa shkon hyp me ndalësi naltë dhe thotë njerëz, bëhoj më musliman, unë jam bë musliman kështu. Edhe do shigjeta e gjujnë prej naltit atje, edhe e vrasin. Para se me vdek, lena manet thot më mvarros me qëta musliman që u vrajten në rrethimin e Taifit, me qëta më mvarros 12, edhe është varros edhe kë Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu. E pejgamberi alayhi salatu wasalam pastaj niset për Medinë edhe e stabilizon situatën Mekë, edhe për rreth Mekës, fisi Hawazin u bën musliman, i kthyn familjarët edhe robërt e tyre krejt në familje, pasuninë e hopën, po e kanë qitë fush betej vet. Mekka u bë musliman, Taifi mos ka rrezik për arsye se e pan forcën e pejgamberit alayhi salatu wasalam të muslimanëve. Tash është viti i delegacioneve ku pejgamberit alayhi salatu wasalam fillojnë me ardh delegacionet për më musliman. Pse? Se fisi Hawazin fis i madh, Kurejshitët u bën musliman, mos që me të fiseve tjera, vetëm se me hinë islam. E këtu pastaj shkojnë paria e fisit Taifit, fisit Thaqif, shkojnë Medinë edhe bëhen musliman, po bëhen me kushte. Pejgamberi alayhi salatu wasalam disa kushte ja u pranën, disa ja u refuzon, po kjo i vjen rani kur të flasim për vitin e delegacioneve që i shkojnë pejgamberit alayhi salatu wasalam në Medinë për u bë musliman. Këto janë ndodhit gjatë qëndrimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në Mekë dhe rreth Mekës, betejë e Hunenit, rrethimi i Taifit, tregimi me në Xheirane, personin i cili i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam për herë të parë, po i del edhe po i thotë si të do drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që nuk është e rënë sot pse i thuhet hoxhës s'po din, ose ka shit fejen, ose u bashkë, ose u bështu, përderisa pejgamberit alayhi salatu wasalam ju ka thonë kjo fjalë, e cila është shumë më e rëndë.
Atëherë, se çka ndodh pasi të kthehet pejgamberi alayhi salatu në Medinë, çfarë mosa ndërmerr, kanë mbetur 2 vjet deri në vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po ato do ta shpjegojmë, ama në derset e tjera dhe në gjërat e tjera. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.